Nëse hani mandarina çdo ditë, duhet ta dëgjoni këtë. Mandarinat janë një frut i pëlqyer dhe nga më të kërkuari në treg gjatë stinës në vijim. Antioksidantët që gjenden te mandarinat ulin kolesterolin e keq dhe largojnë gjithashtu radikalet e lira nga organizmi. Shumë të pasura me fibra mandarina stimulojnë rënien nga pesha. Nëse konsumoni mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më i ekuilibruar. Vitamina C të ky frut plot me shije lufton të ftohtin, gripin dhe forcon imunitetin. Vitamina C tek mandarinat mund të përthithin më mirë hekurin në organizëm. Konsumi mandarinave ose ushqimeve të tjera të pasur me vitaminën C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të lartë të hekurit, rrit mjaft mirë thithjen e këtij minerali nga organizmi juaj. Konsumi i mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën nga dëmtimet dhe për të minimizuar sasitë e kolesterolit brenda enëve të gjakut. Prandaj konsumojeni këtë frut në vazhdim të dietës suaj në mënyrë të rregullt.